Bima dhe shëndeti, këtë herë bashkë me doktor Ylli Merjan, e përshëndes misterët, doktor. Kënaqësi kemi këtu, jemi në fund të një viti të gjatë, ku kemi dhënë shumë këshilla çdo të hënë në studion tonë. Sot do të ndalemi te këshillat e tryezës, te këshillat e këtyre festave që na rëndojnë her pas here, po veçanërisht këtë gjë e ndjejnë më shumë persona të cilët kanë probleme me diabetin, me tensionin apo sëmundje të tjera shoqëruese, të cilët shijojnë ato ushqimet, në një ëmbëlsirë më tepër, pak alkool më shumë dhe fillojnë ato... Edhe pak nepsqar jemi. Nepsqar jemi si popull. Kemi gatimet të mira traditës. Ndaj për këto dy kategori do t'i japim disa këshilla specifike. Ju na keni sjell disa çajra të cilat gjenden në natyrën tonë, edhe me shumë respekt për natyrën tonë, kemi mundur që të sjellim plot receta dhe kombinime për gjatë gjithë këtij sezoni të gjatë. Atëre, le të themi kështu. Kuptohet që kjo darkë, kjo mbrëmje do të jetë sa entuziaste, po aq edhe e ngarkuar, qoftë edhe me programe televizive, po qoftë edhe tavolina e rënduar me produkte natyrale. Le t'ju themi gjithë qytetarëve, kjo mbrëmje do të jetë e ngarkuar me kalori, me energji e kështu me radhë. Por le të bëjmë një farë bilanci, si të themi. Në atë natë mund të marrim, mund të themi 2 fishin e kalorive që kemi marrë në herët e tjera. Le të bëjmë një farë për llogaritjeje, që do të thotë. Nëse do të dim, për shembull, që 1 gram protein edhe 1 gram karbohidrat, sheqer, na çliron 4 kilokalori. 1 mililitër alkool, etanol, për shembull që ndodhet tek rakia e rrushit edhe tek vera, çliron afërsisht 7 kilokalori. Që ti bëjmë këto, ti përkthejmë pastaj në kalori sa futim neve në trupin tonë dhe këto ti shtrim në kohë. Po kështu, mishi i viçit për shembull jep nga 2300 deri në 2800 kilokalori për 1 kilogram. Kështu që ne për 100 gram marrim afërsisht për 100 gram neve marrim nga 230 deri në 280 kilokalori. Këtë e themi sa pesh kemi, aq kalori duhet. Jo, sa mish do të konsumojmë, aq kalori do të marrim. Për çdo 100 gram, po ishte 150, 200, kuptohet do të dyfishojnë vlerat. Po të jetë mish me yndyrë, se ato yndyra jep 1 gram jep 9 kilokalori, ka më shumë. Atëherë edhe mishi ka më shumë kilokalori. Atëherë, këto le të na ndihmojnë që ne të bëjmë një farë për llogaritjeje. Po kështu mishi i peshkut, që rrallë mund ta përdorin, ai ka nga 110 kilokalori deri në 200. Pra ka më pak kolesterol, më pak yndyrë, e pulës afërsisht për 100 gram kemi nga 160 deri në 220. Ka më pak kalori, pra mund të marrim çik më shumë. Pra, rrotull tryezës mund të jetë kjo pula e vitit të ri, e cila në 100 gram do të na vërtitet rrotull 200 kilokalori. Atëherë, unë bëra një farë për llogaritjeje, edhe këto perimet që kanë më pak nga 10 deri në 45, 10 fillojnë me këto sallatat jeshile, kështu rukola, kështu me radhë, 45 harrin panxari kuq, harrin karrota, 45 kilokalori për 100 gram. Si do të jetë, do të prohet. Merret më shumë kalori se të marrim në ditët tona. Pra unë bëra një farë për llogaritje dhe çdo individ atë natë mund të marrë nga 1000 deri 1400 kilokalori. Pra merr nga gjysmën e sasisë kalorisë ditore, kalon 1400. Çfarë duhet kemi parasysh? Ti shtrim këto në kohë. Të kemi një shumëllojshmëri që nga perimet, por edhe pak turshi. Perimet të ndryshme, po edhe pak turshi. Se është plot me probiotik dhe përmban edhe acide organike që na lehtësojnë shumë mirë tretjen. Le të marrim pastaj kjo shtrirja në kohë dhe kjo shumëllojshmëria, duke u shoqëruar edhe me pauza, me lëvizje, me kështu, ne ndihmojmë trupin që shumë pak njerëz të pësojnë ndonjë acarim, si të thuash, të gjendjes së tyre fiziologjike. Po të bëjmë kështu, jemi shumë mirë në të gjitha aspektet. Nëse do të marrim për shembull që të bëjmë një ujë që mund ta përdorim ujë si në formë në një detoksi,
mund ta bëjmë në këtë mënyrë, për shembull, në një kan të madhe, mund të grijmë një limon, ta shtrydhim dhe i hedhim ato lëkurat brenda, 1 deri në 2 limona, mund të hedhim një mollë, mund të hedhim një lugë gjelle uthull molle tegër, dhe ndoshta pak majdanoz, pak finok në këtë mas ujë. Dhe pim gjatë ditës? Jo, gjatë darkës. Pra duam të pim ujë, marrim nga ky ujë që bëhet tamam një ujë detoks. Pra pavarësisht në një gote alkooli që mund të jetë ose në një lëngu tjetër, kjo të jetë prezent që të veproj paralelisht. Po, ndihmon, është tretës. Dhe, si thua, na ndihmon edhe në djegjen e këtyre kalorive. E po të marrim dhe shtrirjen, për shembull, sikur kjo tryezë të zgjati një 4-5 orë, atëherë ky individ që merr afërsisht 200 deri në 300, le ta quajmë, kilokalori në orë, nuk është se krijon ndonjë mbingarkesë në organizmin e tij. Në rastet kur për shkak të teprimit apo për shkak të faktorëve të tjerë ndodh që individët të cilët kanë vuajnë nga tensioni pësojnë një hipertension. Si duhet të veprojmë në ato momente? Për shembull, ndoshta nuk është moment që të fusim këmbët në ujë të ngrohtë, por mund ta bëjmë këtë veprim. Kemi këtë uthullën e mollës, jo pa qëllime solla sot, jo për reklam, por këta njerëz në të dy kategoritë, edhe ata që vuajnë me glukozën, me diabetin, pra edhe këta me tensionin e lartë, mund ta përdorim për shembull në një gotë ujë, hedhim një lugë gjelle, e tresim pak edhe e pim. E shoqërojmë edhe me hudhër edhe qep. Hudhra ka vetin së bashku me qepën që të na ulin, si thuash, atë një pjesë të alkoolit, ta neutralizojnë. Pra ne mund të pim vërtet 100 ml raki rrushi, ose 150 ml verë, ose 200 që, si thuash, e kalojmë 200 kilokalori me atë gotën e verës, 150 ml, por po të konsumojmë 2-3 thelpinj hudhra, ajo gati reaksioni që hynë midis kriprave atë acidit hudrës me alkoolin, me etanolin që ndodhet te vera ose te krakia, si thuash këto neutralizohen. Tani, përveç se personave me hipertension që duhet të menaxhojnë më mirë edhe ato që do të hanë, do të konsumojnë, sigurisht në këto raste mund ta marrin edhe atë medikamentin farmaceutik. Ideja është që këtë natë vitit ri ta kaloj sa më lehtë, sa më mirë. Jo të pakta rastet që ndodhin këto probleme. Po, sigurisht e dim këtë gjë, por ne themi kështu. Po le të themi në mes të ushqimit le ta marrë atë medikamentin farmaceutik. Po gjatë gjithë kohës që ushqet, le ta ndihmoj trupin me atë ujin detoks që unë përmenda, po mund t'i shtoj ndoshta edhe pak uthull molle më tepër se ajo kana e për gjithë familjen. Pra, edhe ushqehet, edhe tregon një përkujdesje për veten e tij. Ndoshta mund të marrë edhe një bustin kolestomer, për shembull. Pikërisht. Thash të tregojmë disa ide çajrash, çfarë mund të kombinohen këtë periudhë. Për shembull, ky çaj kolestomer e ndihmon sepse kanë atë murrizin, kanë hibiskusin, edhe njëra na ul, si thuash, edhe tensionin, po tjetra kufizon që ka të dëshirën për të ngrënë kështu, ndoshta edhe pak jashtëmase. Murrizi pra ka këtë veçori. Po. Çajrat të tjerë, për shembull çajin e boronicës që e keni sjellë këtu në tryezë, një çaj me fruta pylli. Pra, jo vetëm për individët cilët kanë një problem me sheqerin apo me hipertensionin, por në përgjithësi për ata që e teprojnë këtë periudhë me këto. Asgjë keqe nuk është, sikur në atë kanën e ujit për shembull, ne mund të fusim edhe 2 bustina boronice. Edhe i lëmë ashtu me atë fijen e varur kështu, ose 2-3 bustina me frutat e pyllit. I bën jashtëzakonisht mirë. Pra, marrim disa mikroelement nga frutat e pyllit dhe i kalojmë tek ajo gota e ujit që ne e quajmë si një ujë detoks. Ose mund të futim ndoshta edhe 2-3 bustina me çajin detoks. Për ata që nuk ju bën mirë alkooli, ne kemi sjellë çdo vit faktikisht shembullin se si të përdorin verën e ngrohtë për shembull në tryezat e tyre për individët që kanë probleme shëndetësore. Çfarë sugjerimi tjetër për të bërë gëzuar si gjithë tjerët? Po, për ta bërë gëzuar si gjithë të tjerët, për shembull, le të themi diabetiku edhe një që ka kolesterolin e lartë. Po marrim atë verën, për shembull, e ngrohim dhe shtojmë në të 2-3 copa kanellë. Mund të hedhim ndoshta. E ngrohim deri në avullimin e alkoolit? E ngrohim, ja, grijim për shembull një mollë aty, një mollë jeshile tek vera,
po e quajmë do bëjmë 1 litër verë. Ose do hapim një shishe verë, e lëm pak që ti ikin ato kriprat e squfrit që ata i fusin për ruajtje, dhe pastaj marim, grim mollën, ta grim pa koll, e lëm një 10 minuta dhe marim verën e ngrohim. Hedhim këtë kanelën, mund të hedhim atë mollën, mund të shtojmë dojnë karafil për t'ja thyer pak atë aromën e kanelës, dhe kjo bëhet me të vërtet një verë e mrekullueshme për mbrëmjen e vitit të ri. Vetëm ka këtë gjë, për shembull, qofse kjo ishte verë me 13% alkool, për shembull, dhe 13 herë 7 i bie 91 kalori për 100 ml, atëhere, kur kjo mund të jetë me 3-4%, atëhere kjo verë i ka të gjithë mikroelementet nga rushi, por nuk ka kalorit, nuk mbi ngarkohet organizmi. Nëse i ka mbetur 5-6, ajo mund të ketë 6 herë 7, 42 kilokalori. 5 mund të ketë 35 kilokalori. Pra marim një verë, si të thuash, 100 ml, dhe marim aq kalori sa marim nga 1 kilogram panxar. Nepsi nuk është vetëm për tryezën, për gatimet edhe pijet, por sigurisht dhe për ëmbëlsirat. Kjo është periudha kur bëjmë këto mëkatet e ëmbla. Po e qartë, po ka ndonjë mënyrë veçanërisht për këtë kategori që... E do tryeza, si thot popullit, për xhais thot duhet edhe kjo. Dhe ne le të themi kështu. Pra, do të kthehemi te karbohidratet, që 1 gram sheqer që ajo ka jep 4 kilokalori, por në rrit edhe glicemin. Atëhere, mirë është që në këtë natë, personat që do të hanë baklavan, për shembull, le ta marrin të kulluar pa atë sherbetin, e ndihmojmë shumë mirë, ose stevia është një ëmbëlsues shumë i mirë natyral, i cili është edhe antidiabetik. Pra, nëse këta e duan, gjetën e stevjes, e marrin e zijin mirë, i hedhin shumë pak sheqer, po ka vetë kjo, dhe ta mbajnë me atë ëmbëlsuesin e stevjes. Kush nuk e ka bërë baklavan, mund ta përdori këtë. Mund të jetë një ide për ta konsumuar dhe personat cilët privohen shumë nga... Edhe nëse kjo ju jep rezultat, do t'ju japi pa diskutim. Unë e kam mbjell një herë stevia në lushnjë dhe ajo bëj mrekullisht mirë. Zhvilloj si sherebela kështu, vetëm ajo gjetja që shumë e ëmbël. Ka ardhur koha të zëndësohet sheqeri industrial me ëmbëlsues të tjerë, jo vetëm për personat që janë diabetik apo që kanë probleme shëndetësore. Dhe njëra prej tyre është kjo. Stevia. Po. E dyta mund të jetë lulja e cfakës, e bezgës që i themi ne. E kemi këtu? Edhe ajo jo, këtu nuk e kemi, po në vendin tonë. Në vendin tonë, ëmbëlsues. Plot nga kjo, plot, që mund të mbledhen ato kupat e lules të gjitha, dhe pjesa fundore e tyre është me përplot me atë sherbetin e ëmbël të saj, është kjo primula e veris, pra kjo agulicja, që ka edhe kjo pak sheqer, që ndihmon edhe zemrën, që ndihmon edhe trurin. Pra, edhe çaji i agulices mund të përdoret në këto raste. Pra, sheqeri ka gjithë këto emra. Po, patjetër, po, tek bimët një si në fushën e karbohidrateve, pavarësisht është glukoza, po është fruktoze, kështu me radhë. Por është sheqer. Nëse personi e ka tepruar, pra baklavaja është bërë tani se ne tham sot stevia, por nëse është tepruar me një ëmbëlsirë, për shembull, i ka atë nepsin edhe nuk mund ta ndali dot. Ka diçka që ekuilibron, që ta konsumojmë një herë pasi kemi provuar ëmbëlsirën? Uji detoks që tham, ti hedhim pak uthull molle brenda. Ajo ndihmon shumë mirë në tretjen, po edhe ul, si të thuash, atë goditjen e madhe që mund t'i japi në rritjen e sheqerit. Po, ose edhe turshit. Nëse kemi turshi, për shembull, trangulli, lule lakre, specie kështu, edhe turshit që kanë plot probiotik, e ndihmojnë më së miri diabetikun në këto raste. Ose edhe atë që konsumon shumë ëmbëlsirë. Këtu kemi dhe tabelën për recetat e darkës, sa kilokalori përmbajnë ato sipas gramaturave. Hidhini një sy, ndërkohë kapni telefonin, nuk e di sa minuta ka mbetur në dispozicion, që ju të bëni pyetjen tuaj në këtë hapësirë. Edhe pak edhe një hënë ka mbetur për këtë, po, edhe për këtë sezon, për sezonin e parë, pra për vitin 2025. Si ka rezultuar ky vit për ju në fushën profesionale të punës? Më shumë se sa vjet të sëmur apo më pak? Keni bërë një bilanc? Po, kemi bërë, po. Ka qenë pak më i shtuar, po
ka qenë për neve me ato kënaqësitë shpirtërore që fiton njeriu kur bën një punë të mirë. Për shembull, ne kishim një njeri i cili kishte harxuar shumë lek, me vërtet, për një problem që ne e quajtëm qesharak. Pra, duke vajtur vlera afërsisht rreth 100.000 euro, edhe neve e trajtuam aty me 2 produkte që ai me vërtet ngriti duart kështu dhe u habit, tha, se pas kam ditur këtë gjë, tha. Pra, i bëj një fryrje e barku kështu, që për neve ishte ky herpes zosteri, e trajtuam për 15 minuta, e njeriu bë mrekullisht mirë. Pra, nga 2 vite që të flinte në karrige, edhe për 15 minuta, sa qa ka ndodhë me mua. Do të konsideroni dhe keni veçuar si rastin tuaj, nështë që bën më shumë... Po ka plot për shumë, plot të tjera, po midis tyre ky ishte këto ditë e fundit, dhe ne sigurisht që në fillim për këtë problem menduam ta trajtonim, e trajtuam aty në klinik, pak shpejt e shpejt, kur ai vuri duart kokë, tha, o Zot, ta çfarë po ndodh me mua. Ndoshta jemi në atë fazën kur nuk zbulohet fillimisht shkaku i një sëmundje të caktuar dhe merremi vetëm me pasojën. Është ky një problem? Më kujtua thënia e një mjeku amerikan që thoshte sëmundjet nuk janë aq të vështira dhe aq të rrezikshme sa duken, po bëhen, thot, nëse nuk i trajton në mënyrën e duhur, ose nuk gjën fik, po kush është shkaktari. Edhe jashtë shteti dhe prap nuk i kishin rënë fiks problemit në kokë. Qartë. Bëhet qefi se do t'jetë patjetër histori shumë e bukur. Kemi telefonatat, kanë mbërritur shpejt e shpejt, e mirëpresim të parën direkt në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po të dëgjojmë? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ju përshëndes, edhe një vit i mbarë në zuar. Gjithashtu edhe për ju. Cila është pyetja juaj? Po, desha të pyes doktorin. Unë kam marrur, jam vizituar te doktori, kam dalë me cervikale të qafës. Po i bëj dhe ushtrimet, edhe ato kuret i përhojëm doktori, po prapë, kër ngrihem në mëngjes, ato duart, i kam, sikur kam punuar shumë, i kam të plonë, edhe qafën e kam, edhe të murit e bëj, dhe distancën sikur pak më është shkurtuar ajo distanca. Tani do ta vazhdoj 45 ditë këtë unë, apo do ta nuk e? Distanca e gishtave në mur. Po, e qartë. Diferencës. Është akoma ende është 4 gisht, apo jo? Sikur 3 gishta. Po prapë, vazhdojmë akoma pjesët e mërë. Atere, më dëgjoj me kujdes. Nuk duhet të numërojmë ditët, për shembull, mbusha 45 ditë, edhe do bëjmë festën. Jo, njeriu duhet të tregoj për kujdesje për cervikalen, në mënyrë të vazhdueshme. Dhe ju mund ta keni problemin, për mendimin tim, ndoshta gjatë gjumit juve flini me qafën e kërrusur kështu, ose me astikun e ngritur shumë, ose ktheheni shumë brinjas dhe shtrembëroni qafën. Pra, nga përvoja, me vërtet cervikales njeriu duhet i kushtoj shumë rëndësi, po kështu edhe zonja. Pra, një mënyrë shumë e thjeshtë është të shtrihet përmbys, ta vëri astikun te balli dhe tek mjekra që ta shtyjm kokën kështu, po të kthejmë në profil kështu, që qafa të na arrijë sa më drejt, dhe mandej juve t'ju hypi ndonjë fëmijë me pesh 50 kg në mes të shpatullave. Nërsa të vajrë umele ta përdori për lyerje, sa ishte mrekullueshëm. Në zonat që ka dhimbje. Mirë, ne do të shkëputemi këtu nga bima dhe shëndeti, më pas publicitetit, do të kemi mundësi të ndjekim një insert të cilin e kemi realizuar në Ring Center dhe që tregon një nga format më të reja dhe të vetmet, të parat që është hapur në qytet, në kryeqytet, si një formë argëtimi për gjithë familjen, bëhet fjalë për Bowl Ring. Do të kënaqeni, merrni pak nga atmosfera që kemi sjell për ju nga Ring Center dhe kalofshi një ditë të bukur. Faleminderit doktor. Ditë të mbar, faleminderit për këshillat që dhat. Edhe festa të bukura, do të shihemi përsëri, ndaj ndiqni insertin pas publicitetit.